Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi sërish së bashku, duke sjellur të rejat më të fundit në fakt që po përfliten për personazhet publik. Ju e dini shumë bukur që për javë të tëra kemi përfolur, kemi hamencuar, kemi aluduar lajme të ndryshme në fakt që kanë të bëjnë me personazhet publik, nga Heidi Baci, nga Chiara Tito, nga Selin Bollati, nga Grida Duma, nga Ledion Liço, Alketa Vesiu, do me thënë ndryshime që janë përfolur shumë që do të ndodhin nëpër televizione, por kemi arritur të kuptojmë nëpërmjet aludimeve se çfarë do të ndodhë me këto personazhe publik. Shtatori është më shumë se afër dhe njësoj edhe emisione që presin të startojnë sezonin e ri televiziv pas një pauze disa javore gjatë verës. Tani, portalet të ndryshme, po konkretisht VIP Magazini, na ka sjell një panoram të ndryshimeve që pritet të ndodhin në ekranin shqiptar. Emisioni që kryeson merkaton në çdo prag sezoni është pikërisht Big Brother VIP Albania. Diçka e sigurt është që Big Brother do të ketë. Kurrim dot pa Big Brother ne, do me thënë ka qenë statusi që ka shkruar producentja Sara Hoxha, e keni patur dhe në një screenshot që unë e kam publikuar. Teksa ju përgjigj ndjekësve për vazhdimsinë e formatit. Deri tani, gjasat janë që moderator të jetë sërish Ledion Liço. Megjithatë, deri në mbrëmjen e nisjes së spektaklit pritet çdo surprizë e mundshme. Alketa Vesiu nuk do të jetë pjesë e spektaklit, me gjithë dëshirën e publikut për ta parë në këtë program, pas pjesëmarrjes së saj si e ftuar në karrigen e opinionistes në një nga episodet e sezonit të shkuar. Në lëvizjen e shumë përfolur këtë sezon, ka qenë edhe ajo e Arbana Osmani drejt Top Channelit për t'i lënë vend Bora Zemani tek Ferma VIP. Do me thënë, ka patur shumë dyshime që Arbana Osmani do të kthehet në Top Channel. Unë e kam thënë këtë gjë jo. Dhe jo, diçka e tillë nuk do të ndodhë. Arbana do të vijojë të drejtojë këtë spektakël për të dytin vit radhazi. Dhe tashmë ka nisur edhe përgatitjet bashkë me stafin për nisjen e tij, që duket se do të jetë më afër se vitin e kaluar. Vision Plus nga ana tjetër ka regjistruar disa ndryshime, ku mes të larguarve është moderatori syriani, i cili drejtonte emisionin e Mes Dritës. Nga ana tjetër, do me thënë, e kemi shumë të përfolur Bora Zemanin, do me thënë, deri më tani, Alketa Vesiu përflite që nuk do t'jetë pjesë e Big Brotherit, Arbana Osmani pritet që të vazhdoj nën moderimin e Fermës VIP, pa marrë parasysh do me thënë mënyrës se si Arbana e ka shkruar mesazhin e falenderimit, dhe nga ana tjetër Bora Zemani nuk do të jetë në ekran këtë fillim sezoni televiziv. Tani, sipas asaj që është mësuar, nuk ka një lëvizje të saj nga Top Channel drejt një televizioni tjetër, por moderatorja nuk ka marrë përsipër asnjë emision për momentin. Do me thënë, edhe pse u përfol që Bora do të ishte pjesë qoftë edhe Media X, sepse është një media që është krijuar nga Romeo dhe Donaldi, nuk do të jetë pjesë atje. Rinkonceptimi i brandit të saj të veshjeve, Zeman, do me thënë është fokusuar tek biznesi i saj, m'falni. Një emër i lakuar për një rikthim të mundshëm në Top Channel është edhe ai Luana Vjollcës me emisionin e saj ikonik Shiko kush luan. Këto sinjale u dhanë sezonin e shkuar gjatë një interviste të saj në emisionin Goca dhe Gra, ku si topi edhe Luana pranuan se kishte marrë malli për njëri tjetrin. Mbetet për t'u parë nëse lëvizja e saj është finalizuar. Tani, unë me thënë drejtën do ta kisha me shumë qejf që Luana të ishte pjesë e televizionit Top Channel, sepse Shiko kush luan ka qenë një nga emisionet më të ndjekura, edhe pse e kishte Bora piramidën, po Luana do të thënë ka kryesuar. Tani, në 48 orët e fundit, në shumë profile dhe në rrjetet sociale, vijon të përflitet lëvizja e Grida Dumës, dhe jo drejt një televizioni, por drejt qeverisë në pozicionin e zëvendëses së kryeministrit Edi Rama. Kjo duket të jetë shaka e radhës për pak bujë mediatike, pasi sipas asaj që është mësuar, Grida po vijon punën për sezonin e ri në Top Media me 2 programet e saj, Top Story dhe podcast nga Grida Duma. Lajmi i cili do me thënë
është i rejshëm që Grida mund të shkonë si zëvendës kryeministre. Unë e kam thënë gjithmonë që Grida ndoshta mund të ketë patur përplasje në tavolinë për ide, për mendime në televizionin Top Channel, por jo që të largohet nga ky televizion. Fituesja e edicionit të shkuar të Big Brother VIP Albania, Selin Bollati, do të ndryshoj këtë sezon logo tashmë në rolin e moderatores. Nga Klan TV, televizioni ku u rit si balerin dhe më pas dhe prezantuese në krah të Ardit Gjebres, Selin pritet të jetë këtë sezon në panelin e moderatoreve në Goca dhe Gra në Top Channel. Tani nuk dihet cilën nga moderatorët do të zëvendësoj ajo, megjithatë gjasat janë që Selin të ulet në karigen e Sherina Spahiut, e cila më herët në Instastory ka konfirmuar se nuk do të jetë më në këtë sezon në ekran, duke lënë të kuptohet se i kishte marrë atë që duhet televizioni, duke u fokusuar sërish në projektet e saj. Tani, nga Selin, që do me thënë u shpërfolur që Selin më do t'jetë pjesë e televizionit Top Channel dhe Goca dhe Gra, ishte shumë e pritshme, besoj që do të ketë një rinisje shumë të bukur, do të kalojmë te Fix Fare që do të vitë të rësisht i rikonceptuar këtë sezon pas largimit pas 25 viteve të Filip Çakulit. Gjithashtu thuhet së bashku me të do të largohen edhe dy moderatorët Xhemi Sheu dhe Jul Deda. Nuk dihet ku do t'i shohim ata në sezonin e ri, ajo që dihet me siguri është se Xhemi do vijojë të jetë pjesë e kastit të Portokallis, si aktore tashmë në rikthimin dhe bashkëpunëtorit të saj të vjetër në krye të spektaklit të humorit Agron Llakaj, i cili do të lërë Vision Plusin për të rikthyer në shtëpinë e vjetër në Top Channel në vend të Salsano Rapit. Do me thënë, Agron Llakaj bëhet moderatori Portokallis, në krye edhe me Xhemi Sheon, me patjetër që edhe me Kiara Titon. Ndryshime rrënjësore do të ketë edhe në përputhen që nga autorët Megi Pojani dhe Neda Balluku e deri tek moderatorja. Këtë vit programi dashurisë do të vijojë në autorsinë e Ronaldo Sharkës, ndërsa moderatore pritet të jetë Heidi Baci. Personazhet e përfolur për karigen e opinionistëve janë Eriola Doçi dhe Arjan Konomi. Gjithashtu, mes emisioneve që do të rikonceptohet në sezonin e ri në Top Channel është edhe ai Paradites në shtëpinë tonë, ku mësohet se Julka Gramo nuk do të jetë më në rolin e moderatores, duke mbetur në emisionin e Paradites. Ndryshimet janë njoftuar edhe në ekrane të tjera. Tani, do me thënë, kemi shumë ndryshime, po ndryshimet kryesore, do me thënë janë këto. Kemi rikthimin e Agron Llakës në televizionin Top Channel në rolin e Portokallis, kemi Heidi Bacin në rolin e moderatores, do me thënë në emisionin Përputhen, ku në fakt Megi Pojani si autore dhe Neda Balluku si producente që ishin të këtij emisionit janë larguar të rësisht. Kemi një rikthim të mundshëm të Luana Vjollcës në televizionin Top Channel, një vazhdimësim të Arber Hajdarit siç duket në Big Brother, një vazhdimësim të Ledion Liçës si moderator në Big Brother, dhe në këndin e opinionistes mund të kemi dhe Alketa Vesiun, ndërsa për Bora Zemanin është akoma, do me thënë, e pa konfirmuar se çfarë emisioni do të merr Bora në vazhdim.